Erdogani, çfarë ka thonë, nuk e ka bën e herë. Edhe për mbështetjen e Palestinës, ku aty do kishte pas shumë të drejtë, vërtet që të mbështetse, sepse krimet në Palestinë që janë bë, janë të pajustifikueshme dhe janë krime monstruoze që duhej dënuar dhe duhej kundërshtuar dhe nuk duhej lejuar. Ato krime pra të bëte diçka konkrete, por ai bë ka rolin e palmlyshit. Në aspektin e kësaj tjetrës, të shohim gjë që dhe Arabia Saudite nuk është pozicionu. Pra e gjithë bota arabe nuk po pozicionohen, nuk po bashkohen, sepse është ajo teoria për çasu no. Dhe kjo e bën edhe më të dobët Iranin. Dalin shumë të panjohura në ekuacion. Pra ekuacion nuk është i thjeshtë. Ne harruam në këtë ekuacion të fusim kryesisht edhe Pakistanit, sepse në rast se vim të shpërbërja e Iranit, ai që cënohet më tepërmi nuk është Turqia, po është Pakistani, sepse humbet Baluchistanin. Pra, Pakistani humbet territor. Kurse Turqia nuk humbet territor, se fundja fundit kurdët nuk bëhen me kurdët e tjerë dhe nuk e cënojnë territorin e tij. Teoria thjeshtëzuese e Kisafit tu. Që fin ta përmarrin me shpulla Iranin. Jemi nuk e marrin dot me shpulla Iranin ata, po hapësira erore, Pakistani e ka mbështetur Iranin. Rënia e Iranit nuk intereson Turqisë, pavarësisht nga intereson as Pakistanit, as Pakistanit, jo, Pakistani është kryesor. Nuk po bëjnë asgjë për moment. Problemi është që duket një panoramë sikur hapësira e Iranit është e lirë për aeroplanët izraelit që bombardojnë dhe ikin të pacënuar ja 1F-35, thuhet që shërzuar 1-2. Asnjë nuk është shërzuar F-35. Kështu e ka njoftuar Irani. Izraeli thot asnjë. Pa Izraeli, po Izraeli është pjesë e luftës. Izraeli është pjesë e luftës. Ka asnjë dëshmi plot. Një minutë pa, një sekondë. Unë po them tani çfarë thon palët. Një thot 2-3, tjetri thot asnjë. Pra, do të thotë që mbrojtja ajrore e Izraelit e Iranit është e dobët, ose e shkatruar. 2. Sipas prapë të njëjtës tezë, raketat hipersonike iraniane drejt Izraelit janë duke rënë, pra nuk mbajnë konstant, filluan me 200, ranë me 100 dhe tani janë nga 30-40. Pra do të thënë, kemi një zbejje të fuqisë. Gjithë gjeneralët kryesor, 10-ë, 15-ë u vranë. Edhe ai që zëvendësoi shefin e shtabit, pas 4 ditësh u vranë në mënyrë befasishme prapë nga Mossadi. Pra duket se Mossadi në Teheranës si në shtëpinë e vet. Pra gjitha kjo bën skenarin që poshtë e Iranit në pak ditë është e thjeshtë. Sepse Izraeli nuk ka luksin të bëjë një betejë shumë të gjatë. Dhe kështu i ka bërë betejë, gjithmonë maksimum 6 ditë, 7 ditë e ka mbyllur, sepse i ka bërë detyrat në tavolinë përpara se të bëjnë aksion. Tani gjitha këto që ne nxorëm sot këtu, i bie që ekuacioni i shkatërimit apo i shpërbërjes së Iranit nxjerr shumë pasojë të tjera. Dua vetëm një-dy mendime, pra është kaq e thjeshtë, Kisavi apo është e komplikuar? Unë mendoj që s'mund të jenë të dyja bashkë. Veprimi që Izraeli bëri e ka çuar Iranin, le themi, në pikën e fundit. Shtetet Bashkuara nuk futen në luftë për të shpëtuar Izraelin, Shtetet Bashkuara futen në luftë për të dhënë goditjen përfundimtare. Mënyra se si Trumpi ndryshoi komunikimin nga dita e parë në ditën e 45 tregon pikërisht këtë gjë. Ditën e parë kur ende nuk dihej suksesi, tha që ne nuk kemi marrë pjesë në këtë gjë, nuk kemi përfshirë të një gjithatë Marco Rubio. Në ditën e tretë të katërt suksesi ishte shumë i dukshëm, tha që ne kemi marrë në kontroll qiellin e Teheranit. Dhe goditjet që po ndodhin në Iran janë shumë të dukshme, pas një dyshim tregojnë që Izraeli ka bashkë me amerikanët ndoshta një supremaci ajrore në Iran. Në të njëjtën analizë përdor këtë argument. Mbasi në fillim Trumpi tha nuk dinim gjë, nuk na lemruar. Kur pa që Izraeli pati sukses, tha ne. Dakor? Ne bëm këtë, ne kemi hapësirën, ne kemi kështu, do thonë, se thuash bëri publik ortakrinë që kishte me Izraeli. Tani, mbas ditës 6-7, thotë na duhen edhe 2 javë që të mendohemi. Me këtë logjikë bie që diçka nuk shkon. Ka një logjikë, jo shkon logjika që ai dëshiron kapitullim në tavolinë. Ka edhe një logjikë tjetër në këtë mes. 3-4 ditë para, edhe izraelitët, edhe Trumpi thoshin që e kemi gjithçka në kontroll. Mbaroi kjo punë. Ndërsa tashmë izraelitët kanë filluar prej ditës 4 që kërkojnë të gjithë që nga Netanyahu, të gjithë ministrat në radhë dalin edhe kërkojnë ndryrën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo thotë që këta po kërkojnë ndryrën e diku, shikosh një shumë e thjeshtë. Në rast se ti je duke rrahur dikë me grusha me shpulla dhe e ke vënë përfundi, nuk kanë nevojë të vinë edhe 2-3 tjerë për të ndihmuar për të rrahur këtë.
Dhe nuk e ke nevojë për konfirmim. Çështja specifike në këtë rast, nuk është një lloj sikur po rreti në rrugë, çështja specifike në këtë rast. Jo, specifike në këtë rast.